Fillojmë pa unë burko më gjerësisht. Do diskutojmë mbi mbledhjen tashmë që po mbahet dhe ka nisur prej orës 9:30 minuta në kolegjet e bashkuara, të cilët janë mbledhur me kërkesë të kryetarit Sokol Sadushi për të rishikuar një vendim unifikues të vitit 2011 mbi masën e sigurisë arrestit në Burg dhe kozgjatjen e tij. Dhe padyshim në rast se do të ketë një vendim, ne menjëherë do lidhemi me kolegen Keti Banushi për diskutuar pikërisht mbi këtë, pasi ka pasur edhe deklarata dhe akuza edhe nga ana e opozitës, por dhe deklarata po debate politike. Kam të ftuar inxhinierin dhe analistin Arben Meçe. Meçe, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Gjithashtu avokatin Alban Duraj. Duraj, përshëndetje dhe faleminderit. Meçe, Berisha e ka quajtur këtë mbledhje të sotme një ditë më para, po 2 apo edhe 3, po edhe ditën e dieshme, si një mbledhje që kërkon të amnistoj njerëzit e korruptuar të kësaj magjorance shprehur ai. Si shikoni ju këtë mbledhje të sotme dhe këtë nismë që vjen nga kolegjet e bashkuara? Së pari duhet të theksojmë se në Shqipëri 57-58% të burgosëve janë me paraburgim. Pra, mbajnë në burg pa gjyq. Dhe kjo çështje është bërë një çështje shumë serioze e komunikimit të Shqipërisë me organizata ndërkombëtare që lidhen kryesisht me drejtat e njerëzit. Është problem në 2 institucione serioze të Këshillit të Evropës, njëra që ka të bëjë me drejtat e njerëzit dhe ka të bëjë me paraburgimin, me këtë torturën, dhe është bërë problem shumë i madh edhe në gjykatën e drejtave të njerëzit. Gjykata e drejtave të njerëzit, gjykata evropiane e drejtave të njerëzit, është gjykatë e cila ka trajtuar jo një, por diku të 7-8 çështje, të cilat janë bërë publike tashmë, ku në mënyrë posaçme edhe zotit Gëllçi apo 4 çështje tjera, po. Janë, mund t'i numëroj me radhë, por të mos e kthej, po e bëjmë interaktiv bisedën. Por në gjitha këto çështje është ngritur jashtëzakonisht shumë serioz problemi i trajtimit të paraburgimit. Dhe në qoftë se këto probleme janë probleme që tashmë janë bërë problem në bashkim, në Këshillin e Evropës, Bashkimin Evropian dhe në organizatat e drejtave të njerëzit evropiane, për mënyrën se si trajtohet çështja në Shqipëri, sot në Shqipëri ne kemi 2 probleme, të cilat janë shumë serioze, dhe që e kanë vënë në debat publik dhe shqetësim tek qytetari pikërisht çështjen e paraburgimit. Sepse është e drejtë ligjore, pra sipas kodit të procedurës penale, prokurori i drejtohet gjykatës dhe ka masat e sigurisë. Dhe masa më ekstreme është paraburgimi. Pastaj vazhdojnë detyrimi paraqitjes, kemi arresht shtëpie, ka dhe masa tjera pastaj. Por kjo po bëhet sipas jush sepse kërkohet nga gjykata e drejtave të njerëzit apo ka një prapëvi tjetër? Jo, duhet të them këtë gjë një herë, pastaj se më intereson shumë një gjë e tillë. Dhe për i të vërtetës, në qoftë se do të vim në ambientin popullor, pra në qoftë vim të qytetari, sidomos ata njerëz që janë ballafaqur me masat e sigurisë, është parë që jo në pak raste, dhe janë të evidentuara këto, janë bërë dhe publike, pikërisht ndryshimi i masës së sigurisë është kthyer në biznes korruptiv në marrëdhënien prokurori-gjykat. Edhe në prokurori-gjykat, po. Në këto të rrethave po thoni apo edhe në këto që i quajnë si mos kapim as rrethe, mos kapim as nivelin e shkallës të parë, të dytë, të tretë e tjera. Praktika mbetet e njëjtë. Pra, masat e sigurisë i kemi dhe në shkallën e parë, i kemi dhe në shkallën e dytë, i kemi dhe në gjykatën e lartë, por kryesisht në shkallën e parë. Pra, gjykimet që bëhen në shkallë të parë, dhe kur them shkallë të parë kam parasysh dhe jurisdiksionin e përgjithshëm edhe gjykon, pra edhe nivelin e spakut, po tashmë për spaku nuk ka informacion publik, të thënë, ndërsa nivelet e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, ky është kthyer në fenomen korruptiv. Që do të thotë, ka një marrëdhënie midis prokurorit dhe gjyqtarit ku masa e sigurisë është kthyer biznes. Dhe ka jo pak raste në gjithë. Dhe e treta, ta them dhe këtë, sot në Shqipëri, fal vullnetit politik dhe perceptimit të imponuar për nesh si aktor mediatik, në tendencën për ta fuqizuar armën e hetimit, pra për të fuqizuar prokurorin në mënyrë posaçme spakun,
kemi arritur në perceptimin e gjerë popullor të prodhojmë një institucion i cili është i gjithfuqishëm, që quhet prokuri. Dhe qoftë prokuria e jurisdiksionit të përgjithshëm, qoftë SPAK-u, kanë marrë një pushtet jashtëzakonshëm që kur ballafaqohen tashmë në gjykat, dhe duhet dalë në gjykat, kemi cënuar rënd institucionin e avokatit. Një gjë e tillë që ka bërë që të prishen absolutisht ekuilibrat e mekanizmi të funksionimit të rendit ligjor në Shqipëri. Pra, tashmë nuk kemi një gjykat dhe dy palë të cilat ndeshen me prova, por kemi një gjykat dhe një prokuror që marri vendim dhe një avokat që nuk është gjë tjetër veç se jo përfaqësues i palëve, por shifet gati si i pandehur në sabaton e gjykimit. Jo, ky është fenomeni. Tani, këto janë politike shtretëllore.